Baobabi i Grandidier. Baobabi i Grandidier është një pemë vërtet e pazakontë që është vendase në Madagaskar dhe është mëruar pas botanistit francez Alfred Grandidier, i cili studioi jetën e bimëve në ishull në shekullin e 19. Ky baobab njihet nga trungu i tij masiv dhe forma unike si shishe, gjë që e bën atë një tipar të spikatur në rajonet e thata ku rritet. Ato zakonisht gjenden në pyje të thatë gjatë rënës dhe shkure të Madagaskarit perëndimor, veçanërisht rreth vijës bregdetare dhe përgjatë brigjeve të lumenjve dhe liqenave. Këto pemë janë përshtatur të lullëzojnë në mjedise me sezone të gjata të thata dhe pak rreshje shiu, dhe për ta bërë këtë, kanë zhvilluar trungje të mëdha cilindrike që mund të arrijnë diametra deri në 10 metra dhe lartësi mbi 30 metra. Ky trung shërben si një rezervuar për ruajtjen e ujit, duke i lejuar pemës të durojë periudha të gjata thatësire, duke ruajtur mijëra litra ujë në drurin e tij sfungjer, dhe do të fryhet ose të kurret në varësi të sasisë së ujit që ruhet. Lëvorja e pemës është e lëmuar me ngjyrë gri, me një nuancë të kuqe rremtë dhe rigjenerohet lehtësisht edhe pasi të jetë zhveshur. Degët, të cilat dalin pranë majës së trungut, krijojnë një tendë që i ngjan rrënjve të një peme të përmbysur, duke i dhënë pseudonimin pema me kokë poshtë, dhe ka lule të mëdha të bardha që lullëzojnë natën dhe pjalmohen nga kafshët e natës, si lakurisht e natës dhe tenjat. Lulet pasohen nga frutat të zgjatura në formë ovale, të njohura si buk majmuni, të cilat përmbajnë një tul ushqyes dhe një numër farash. Këta baobab janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për ekosistemin lokal këtu dhe jetën e popullit malagazian. Pema siguron ushqim, ujë dhe stre për një shumëllojshmëri të kafshëve të egra, dhe frutat janë të pasura me vitaminë C dhe lëndë të tjera ushqyese, duke i bërë ato një burim të rëndësishëm ushqimi, si për kafshët, ashtu edhe për njerëzit. Përveç kësaj, farat, gjethet dhe lëvorja kanë veti medicinale dhe ato përdoren në mjetet mjekësore tradicionale. Dhe ndërsa druri i baobabit është shumë sfungjeror për të kthyer në lëndë druri, ai përdoret për të bërë sende si litar dhe pëlhur.